Big Brother VIP Kosova edhe në këtë edicion është ndër emisionet më të shikuara në vend. Banor mjaft interesant po sillin jetën e tyre brenda në shtëpi, por edhe po kanë sfida interesante nga vëllai i madh. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndër banorët më interesante padyshim që është edhe Sasa, e cila ka sjellur rrëfimin e saj mjaft të vështirë në jetën e saj, por siç duket ajo nuk po arrin të përballojë presionit brenda shtëpisë. Sasa deklaroi se gjatë prajmit do të largohet nga shtëpia më e madhe në vend. Ajo tha se vendimi i saj është i prerë dhe se është shumë e vendosur për këtë hap. Kjo përgjigje erdhi pasi u pyet nga publiku sepse sa herë që është në nominim deklaron se do të dalë të premten. A është kjo vetëm një analizë që Sasa i ka bërë votave të publikut, apo nuk po arrin të duroj presionin brenda shtëpisë? Mbetet të shihet sonte në Prime.